Ish kryeministri Ramush Haradinaj ka ndarë në Facebook disa fotografi nga dasma e Luan Haradinajt, djali i Shkëlzen Haradinaj, e cila u mbajt të premten. Krahas imazheve nga ceremonia, Haradinaj ka përcjell edhe një mesazh të shkurtër urimi. Urime martesën Luani i Shkëlzenit, zemra plot sot. Faleminderit për urimet e juaja, gëzime paqin e jetë, duke ndarë emocionet për këtë moment familjar. Në dasëm kanë qenë të pranishëm edhe figurat të njohura të familjes Haradinaj. Në mesin e tyre janë para Anita Haradinaj, si dhe Daud Haradinaj me bashkëshorten e tij Lole Haradinaj. Në disa prej fotografive të publikuara nga Ramushi, shihet edhe Rifat Jashari, duke i dhënë një dimension më të gjerë kësaj ngjarjeje festive familjare.